الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندرور جماعت jemi në vargun e fjalëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, mësuesit ton, atij të cilin Allahu subhanahu wa taala ka zgjedh që të jetë profet i gjithë njerëzimit. Dhe Imam Buhariu dhe si të tjerë prej ulemave të muslimanëve kanë qenë shumë të zellshëm dhe shumë nxënës me ambicie të lartë që çdo e vogël dhe e madhe që është e mundur dora njeriu ta merr dhe ta shkruan nga të bëmat dhe veprat dhe konfirmimet dhe gjithë shka që ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam, vetëm se e kanë shkruar dhe e kanë përcjell tek të tjerët. Andaj edhe besimtari duhet të ketë zell që të njeh nga sunetet e Muhamedit alayhi salatu wassalam sa më shumë që të jetë mundur. Andaj prej suneteve që i ka sjell Imam Buhariu në kapitullin e radhës çfarë ka thënë? Ka thënë babun raf'ul aidi fi du'a. Kapitull ngritja e duarve gjatë duas. Ngritja e duarve gjatë duas. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ngrit të duar kur bën të dua dhe i përmendën format të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të dua. Her imante shputat e veta, durët e veta afër vetës, her i ngrit të teftyra, her i ngrit të lart. E her bante me gishtin e tij në treguar gishtin e imanit dhe njësimit dhe bante dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ngritja e duarve gjatë duas është shfaqje dhe manifestim i fukarallëkit. Ti bën dua, bën lutje dhe i tregon Allahut me gjendjen tane, me durët e tua, tregon se je i varfër dhe ki nevojë. Dhe don Allahu subhanahu wa taala me ta plotësue dëshirën. Andaj dhe i ngrit durët e Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, Zoti i dhënohet me asnjë si lip. Zoti i dhënohet me njërin i cili nuk i lip Allahu subhanahu wa taala. Duhet me lip Allahu subhanahu wa taala, ka njerëz nuk e di kur ka bëu dua të fundën herë. Nga se mendon se ajo rrjedhoja e rrezikut, ai lumi i cili ecë vazhdimisht dhe Allahu s'ia nal të mirat, ai mendon se gjithçka në rregull. Duaja ibadet edhe mi pas ket. Zana ket mirë ki, duaja ibadet. Kallzoj Allahit, duaja falënderim. Duaja falënderim ti për këtë çka e gëzon, edhe nëse s'ki kur gjë me lip, që s'është e mundur. Edhe nëse s'ki kur gjë me lip, s'është e mundur. E kini diçka, shtes kësajna që dush me lip, cila me ti maj që dush ka i kije, unë me ti mor. Andaj që i dur ka Allahu subhanahu të taruje nimetin, të taruje begatien. Dhe gjithashtu duaja është dua falëndërimi. Duaja falëndërimit. Fatihaja është edhe dua, edhe lutje, edhe falëndërim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Pastaj ja kena abudu, ja kena stain, ihdinas siratal mustaqim. Është edhe falëndërim edhe lutje. Andaj prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë bërjes së lutjeve dhe duave ishte që ti ngrit duar. Dhe sa më shumë nevoja dhe kriza që ishte na përgjigjet Allahu subhanahu wa taala, dur ti ngrit të manalt. Dur ti ngrit të manalt. Dhe ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një muj ditë me bë dua pa nal. Për një çështje. Një muj ditë hiç pa nal duajën te Allahu subhanahu wa taala. Pasi ai ka sjell hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka sjell hadithin e Aishës radhiyallahu anha se pejgamberi alaihi salatu wasallam i ngrit të duart dhe bën të dua dhe thonte Allahumma inna ma ana bashar. Thonte Allah, unë jam insan. Doni herë zemrohem, donjëherë ka mundësi bëj dua që s'do të më bëj dua.
çdo dua, çdo ofendim, çdo lëndim që ja kanë bërë besimtarit, do një besimtarit, bëja rahmet. Bëja rahmet ata për ta dhe mu mos më dëshko për këtë dua që ja kanë bërë. Se ka mundsi njeriu lutet patërësisht. Ka mundsi njeriu bën një dua, po s'ban me bëu dua. A bën njeriu me bëu dua ndalume? Po ka mundsi me bëu ndalume. Çish e bën ata? Por shembull se i çon njeriu dur ka Allah dhe thot, "O Allah, banë pejgamber." A e bën? E s'të bën. Se është ndalume ajo. Wa khatemen nabiyyin, e ka vulos Allah vullën e pejgamberis. Andaj, nëse në dua ka padrejtësi, çka ka thënë alayhi salatu wassalam, "O Allah, la tu'aqibni mos merr për këtë dua." Se nuk du më përgjigj në kuptimin se kam qenë nervoz. Pastaj ka thënë hadithin e Amr ibn Tufail ibn Amr ad-Dawsi, i cili kishte bë davet te populli vet, po se kishin pranuar fisi vet islamin. Dhe vjen te pejgamberi sa më dha ankoh, thotë ja Rasulullah, i kumbo thirrje, s'pe pranojnë. Dhe ban dua kundër tyre. Ban dua kundër tyre, pejgamberi sa më ban dua pro tyre. Dhe thotë Allahumma hdi Dawsan. O Allah, udhzoje Dawsin, wa'tini bihim, wa'tina bihim. Dhe beri ata te na. Dhe pastaj kanë ardhur ata të gjithë muslimanët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasallam i ngritte duart e tij gjatë duat kur kishte nevojë për shi. I ngritte duart. I ngritte duart dhe bënte dua, dhe do Allah na bjer shi. O Allah na çojë recet. E kështu me radhë prej duave të pejgamberit alaihi salatu wasallam. Bënte dua pejgamberi alaihi salatu wasallam kundër armikut. Edhe thonte në luftën e Bedrit, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba, Allahumma la tuhlik hadhihi al-isaba, falan tu'bada fil ard. Thonte o Allah, mos e shkatro këtë grup të vogël të muslimanëve pak që ta adhurohesh në tokë, nga se nëse nuk janë këta, ti nuk adhurohesh me hak në tokë. Dhe këtu kanë gjepri duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa bante dua kur gjohej në mëngjes. Bante dua mas namazit. Shiko, minjar mas selamit, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pastaj thonë astaghfirullah, astaghfirullah. Pse astaghfirullah? Se në namaz nuk e ke bëu çish duhet. Ka mangësinë ata, ka tmet ata. A e ka namazin 100%? Na mësonte vetë sa mbani istighfar dhe mas namazit. E kështu me radhë. Prandaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një varg syretësh, në një varg ngjarjesh, bënte dua dhe i ngritte duart te Allahu subhanahu wa taala, sikur që edhe na duhet mi ngrit duart te Allahu subhanahu wa taala. Sa nevoja e keni të ndëruar xhamat. Sa nevojën keni. Dhe shikoni hadithin e fundit që ka sjellë Imam Buhariu në këtë kapitull. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Unë jam te robi që shmenon ai për mua. Unë jam të robi që shmenon ai për mua. Wa ana ma'ahu idha da'ani. Unë jam me robin kur të më lute. Allahu është me ata që ka lutën. Allahu nuk me mendim dhojt. Allahu nuk është me ata të cilët nuk i bëjnë dua Zotit ma të bare kjo e tjela. Zotit mas shumë ti do ata që ka lutën. Du të me lutë Allahu subhanahu wa tjela. Sa kemi na nevoj me lutë Zotin e ma të bare kjo e tjela. Vetë shëndetin që e gëzojmë. Sa kushton këtë ndërum gjëmat. Pishojnë njerëzit kur për nga të rodhë shëndeti, pishojnë sa pare po lipën për me shnosh. Edhe ata pikpytje. Na duhen 300.000, na duhen 500.000. Apo, edhe në fund thot, pacienti shkoj. A ti pa pare? Apo, një veshk, një intervenim në zemër, una zot, një intervenim mushkri, një intervenim gjak, një intervenim në pjesë të organeve ndryshme trupit, kushton ndoshta me 1.000 dhe 100.000 euro. Edhe ata pikpytje e madhe të doktori ndër Zotit. Ndërsa ti qohesh, e vjen, e lëviz, e ha, e pi, kur gjon s'pagun. Kjo kushton të ndërrum gjëmat. Ban dua të Allahu subhanahu wa taala, të ta ruaj Zoti madh te bareke ve teala. Sa kemi dua me bë për fëmijët e ton. A nuk e shohim dalaletin? A nuk e shohim dalaletin? A nuk e shohim devijimin çka të ndodh? A i nini edhe ju që të tri çka i nini në aket bash. A e që shfolaj? A e që shataj? A e që shfol me të madhin ai? A e që shfol me profesorin ai? A e që shfol me hoxhën ai? A i shifni? Ban dua, se s'ka ndorë s'ki kur gjo. Ata banditat të cilët dhe mafjot të cilët dëshirojnë me e degradu njërzimin, kanë ma shumë takat se ti. Kanë ma shumë takat se ti. Ama ti ki dua të runë Allahu subhanahu wa ta'ala, me të ba komplot njërzimi, së në bajnë kur gjo, nëse të runë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ama mësë me trujtë Allahu gjellë gjellë. Ban dua. O Zot, ruma e vladin mësë devijoje. O Zot, ruma e vladin mësë degradoje. Ruj fëmijët e muslimane. Ban dua për krejt. Për këtë asyje kemi nevojë shumë dua me ba. Me ba dua për me të rujtë Allahu islamin tanë. Shikon njerëzit janë çorodit. Janë çorodit.
Janë bo materialista. Me thonë Allah, o Zot, banën pak më të mëshirshëm, banën pak më të butë, banën pak më bujar, hek më kooperacion. Sikur që bante dua pejgamberi alayhis salam, o Allah, largo ma kooperacion, o Allah, largo ma dembelien, o Allah, largo ma çdo gjë e cila nuk orazitet ti. Këto, këtë kemi nevojë me bë dua. Nuk ka insan fytyrë tokës që s'ka nevojë me bë dua. Të ndërum xhamat, sidomos në xhamin ton, sa njerëz atë përcjell për ahiret. Ha? Çka thonë në Kur'an, që lexojna wa akhiru da'wana. Ha? Dhe lutja jonë e fundit, a lutja? Vdes njeriu. Ai ka pas miliardat. Për çka ke nevojë, më fal? Miliarder vjen këtu i dekt. Milioner vjen këtu i dekt. Më fal, për çka? Për çka? Ti çuditesh kur thua po ti milioner, për çka ke ardh? Jo thot për një dua. A dua. Nuk ka njeri vetë se kur ti palohën kamët e tina ka nevojë për dua. Vjen milioneri, vjen miliarderi, vjen krijetari, vjen kush do koftaj. Thot, për çka keni ardhur në xhami? Për çka? Për lutje, lutje. Të ndërum xhamat, këtë jetë o lutje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, unë jam përgjigja e duajës babës tem Ibrahimit. Ibrahimi ka bëu dua, Rabbana wab'ath fihim rasulan. O Allah, çoja unë pejgamber pasardhësve të mi, ka thënë unë jam i funit për tyre. Dua e Ibrahimit alayhis salam, ban dua te Zoti i Madh te bareke ve teala. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një çast nëse çollohet në xuma, Allahu e pranon. Në alusim Zotin e Madh, Allahu të na irun islamin, Allahu të na irun imanin. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu na mundson që ta ruajmë devotshmërinë tonë, ta ruajmë ftyrën tonë, ta ruajmë të ngrënit pe halalit larg haramit. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala t'i ruan evladët e muslimanëve nga devijimin, nga degradimi, nga shturja, nga lajthitja. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon te bareke wa taala na mundson pasi që jemi shumë afër Ramazanit, Allahu na mundson me hi shëndosh e mirë Ramazan ya rabbal alamin. Elusim Allahu subhanahu wa taala në këtë dimër të që Allahu krejt atyre të cilët si kanë mundësit e nuk i kanë rendët, Allahu t'i ngroh ata, Allahu t'ja mundëson që t'i plotësojnë kushtet ya rabbal alamin. E sidomos ata vëllezërit ton dhe motrat tona, të cilët kanë gazebe të ndryshme, e kanë siklete të ndryshme, janë në lufta të ndryshme, Allahu t'i ndihmon ya rabbal alamin. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ta zbet rahmetin e tina mbi neve. Elusim Allahun që Allahu na trajton me butësinë e tina, jo me drejtsinë e tina. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu gjinohat tona na i fal ya rabbal alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që gjithmonë të frymojmë me islam, të frymojmë me iman, me veprat e zot e kënaqin Zotin ton te bareke ve teala dhe nuk e hidhrojnë ata. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të gjithëve bashkërisht na i shkruan emrat në banorët e xhenetit, e na i fshin emrat tona prej banorëve të xhenemit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين اللهم رحمك بيتام المسلمين وأرامل المسلمين ومشايخ المسلمين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والمعاصي جميعا يا رب العالمين اللهم أصلحنا اللهم أصلحنا أصلح ديننا أصلح دنيانا أصلح آخرتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين اللهم تقبل منا جميع طاعاتنا اللهم فاغفر لنا تقصيراتنا يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة